luti Zotin ta shfrytëzojmë na këto, e jo me shfrytëzua shtete tjera. Mirë, po kur kush holumtu s'ka në këtë drejtim, ka pas hyrje këtu. Ua, ku ka tut. Janë. Po këtë na prap jem vorfën, prap jem që ata që kemi qenë, po. Po në jetë tokën se gjenë qipin me lira, poshtë. Jemi në fshatin Brust, komunës Lipjanit. Në shikim thjesht, fshati po do këtë fshat normal si gjitha fshatnat e tjera, por jo. Ky fshat dallon për shkak se flitet që ky fshat ka mjaft dzehe nën-toksore me përmbajtjetarit. E ky fakt i kanë nxit edhe disa organizata ndërkombëtare për me bë hulumtimin edhe me e pa nëse është e vërtet kjo gjë ose jo. Për me vërtetuar nëse banorët janë të informuar për këtë gjë, kam ardhur në fshat edhe po du me bisedu me njëri prej banorëve edhe më tregu se çka i kanë thonë paraardhësit e tij për këtë fakt. Hajde, shkojna dhe bisedojna me dikën. Përshëndetje dhe faleminderit shumë që pranove me na kallëzu pak a shumë rreth fshatit juaj dhe që po thonë që ka dzehe edhe pasurinën toksore. Apo më tregon, çka të kanë thonë paraardhësit e tu? Gjyshe, baba? Po, shqeqo, kur bisedojshin ples në odat tona, thoj ka qenë një jurist, sekretar në obërt ka punu mu Edin Gashi, juristi i pari komunës Lipjanit. A gjithmonë e thoj se që tu nëllët ka qenë në minjerë edhe babgjyshi, thëshin atë dihet pak kodra vani dihet që tash t'je shohëm, thëshin se ka qenë kohën e rimit, tash saj vjetër o kone e sa nuk e diju në kur, thëshin se ka qenë minjerë e kohës të rimit, kur o kone e kohën e nuk e dije. Edhe kanë fillu hulumtime tash këtë kohën në re mas luftu se 12-13 vjeta, 15 vjeta në të shpuk në ty hulumtu e ty. Në bazë disa dhënave që i pash në internet edhe dopërtare që i këshin postu, thanë që deri në vlerë 170 milion euro ka dzehe nën-toksore në këtë fshat. Po ashtu na kena ndërgjuë, ashtu kanë thonë edhe ata, po veç që lumi Zot e din sa ka. Nuk e dim. Nuk e dim. Kërështë që to, ka qenë ma birë halo këtu, u konë ma gropë. Do me thonë që kjo pjesë që to, është pjesa ku ka thonë paraardhësit. Ku s'tojshin ples ka pos minjerë këtu, që to konë bira minjerë s'tojshin. Po, që to u konë pak ma fell këtu, mirë po kur kush hulumtu s'ka në këtë drejtim. Pro në kujna është kjo? E kujna është kjo tokë? Tokë është e jona, babës familjes teme, babë gjyshi qëto. 4 shokët rashigojmë këtë vend këtu. Kur ke qenë ma i vogël, a ka pas nëj shaj ma shumë si që tash që u... Ja, nuk di që ka pas shaj ma shumë, veç e di që u konë ma fell pak. Edhe nuk konë pak ma fell këtu. S'pa di që shme spjegu, u konë ma e prashit ma fell, se ta më nuk di që ka pasën këtu... Hyrje. E diti që qaj juristi edhe bablokit jam, babgjyshi, thoshin se që to u konën hymja minjerës. Qose veç ish interesu dikush me ardhë dhe me kërku për juve që me hulumtu në tokën e juj, a i këshe leju? Jo, me leju na i lejojnë, po do të më na i pagu pronat. Normal, nuk jem kundra shtetit, jem pro shtet. Normal, nuk pengojmë kërkon, po do të më na i... Që të vënë mu një fakti që ka mundësi që jeton me një fshat i cili është kejtarë për fundit. Po këtë në prap jem vorfën, prap jem që ata që kemi qenë. Këtë drejtim, komuna Lipjanit në ka gjuhë, sigur kur në gjuhë, për të globi krejt, komuna Mollës ka mujtë me na... A nuk është interesu fare për juve, për fshatin e ju i këto? Pa, mirë, interesu që ta smrami që tash ne i kanë punu shkolla në altë, ne i kanë punu një pjesë asfalt e poshtë tu, kështu që do bonora ne kanë qelë, do në kanë imu, ka pak në kanë imu. Do me thonë që di fshati pishkoj ka shumë ajo fjalla popullore që i ka thonë baba djallit. Po në jetë tokën se gjenë qipin me lira poshtë. Po, na nuk e kemi ditë atë punë kur që është kjo are. Gjithmonë kemi ditë që kanë folë pjesë se ka pos minjerë këtu. Ka pos minjerë këtu. Mirë po interesant që mu e din Gashi gjithmonë e jetë në oda, kur kemi najtë, kemi bisedu, ka thonë pa do, se Brusja dukat krejt, këtu ka pas minjera. Me po, pak se shumë po fantazona e, adin që se sena dhe gjuj shumë, e anashkalloj shumë njerin, që e erdita sot më zbulu e dishka këtu më bo dishka.
çfarë thirrje kishe pas për institucionet përkatëse sa i përket kësaj gjëje që po flitet që është? Pa, nuk di shka thëmë të janë senet fella me falu në për to. Pa kishe po thirrje me arë me eksploru, me Veç shyrë... luti Zotin ta shfrytëzojmë na këto e jo me shfrytëzua shtete tjera. Po ta shfrytëzo Kosovë këtë dukat. Faleminderit shumë, zotë. Më ndërshësh.